Sot me 28 nëntor festojmë jo vetëm ditën e pavarësisë, por edhe simbolin më të madh të identitetit ton kombëtar. Flamurin shqiptar, dy vajzat veçanta, Evis Kazazi dhe Selma Skorla, sjellin histori të ndryshme por frymëzuese. Flamuri 100 vjeçar apo disa vjeçar të familjes Kazazi dhe një flamur unik me petale. Të dy flamurit tregojnë dashurinë e madhe dhe përkushtimin ndaj Adeu, duke i dhënë kështu kësaj dite, kësaj feste një kuptim më të veçantë. Vajza, mirë se Selma, kënaqësi shumë, mirë se erdhi. E kemi takuar historinë, ndërtimin e flamurit ndër vite, nga një familje qëndistarësh, artizanësh që kanë bërë një punë të përkryer ku burrat qëndisnin flamurit, për të takuar me të tashmen ku një vajzë ka zgjedhur që me shumë dashuri mos t'i largohet Adeut, po edhe në artin e saj modern ta ndërtojë një flamur, jo për festën, por gjithë vitin. Kënaqësi shumë që ju kemi të dyjave. Evis, e nisim së bashku, kemi një flamur 100 vjeçar në studio. Edhe është krenari shumë e madhe. Vetëm kur e thua është një emocion. Është një emocion dhe për ju është krenari edhe për ne që e kemi këtu në këtë studio. Është krenari për kombin. Flamuri më i bukur në botë. Ky është flamuri më i bukur në botë. Është flamuri më i bukur. Na trego pak Evis historinë e flamurit që është trashëguar brez pas brezi në familjen. Në familjen tonë. Historia e flamurit në fakt mbart një shekull në peshë, në shpinë, që kur është krijuar ky flamur, siç edhe duket, mbar tre shqiponja, një më të madhe në mes dhe dy më të vogla në anë, që natyrisht të gjithë ne kuptojmë sensin e Shqipërisë madhe apo Shqipërisë etnike. Ajo që doja të thoja dhe që është shumë e veçantë është se këtë ka punuar gjyshi im me dashuri para 100 vjetësh dhe që atëherë ky nuk është prekur përveç periudhës së komunizmit. Çfarë ka ndodhur? Ne nuk e kemi një pjesë të flamurit si për shqiponjës. Është hequr me cilin qëllim? Është hequr me qëllimin për të ruajtur nga zgjësimi, sepse shkrimi që ishte nuk përshtatej me kohën. Kështu që gjyshrit për ta ruajtur bën këtë lloj manovre, sakrifice, sakrifikuam një pjesë, por ruajtëm pjesën më të madhe dhe është ruajtur me shumë fanatizëm dhe dashuri në familjen tonë, siç janë ruajtur edhe pjesë të tjera artefaktesh që sot prindrit e mi i trashëgojnë dhe vazhdojnë t'i përçojnë në breza. Pyesim edhe Selmën. Pyesim edhe Selmën. Sa kohë u desh për ta ndërtuar shqiponjën, flamurin, në këtë metodë? Nëse marrë nga petalja e parë, mund të hajde tipo 2 javë, par nëse i rri si për kokës. Gradualisht. Na trego pak, çfarë teknike, çfarë metode, çfarë tekstili ke përdorur për të? Flamurin e kam bërë me shrita të fjongos sateni, dhe pastaj i kam bërë petale. Kam munduar t'i bëj pastaj më të vogla dhe i kam gjitur me silikon derisa të krijoje të gjithë imazhin perfekt të flamurit tonë shqiptar. Ndërkohë, ke dhe veshjen që e ke përshtatur për festën. Mundova duke qenë se është i bërë dhe kjo me fjongos sateni, pra mundova të bëj edhe një fustan të tillë, pra që të akoma më sfiduese të ndërtosh një veshje të kësaj mënyre. Po. Është e vështirë, e lodhshme, por dhe shumë e bukur. Edhe shumë e bukur. Edhe e veçantë. Evis, na tregon ndoshta ndonjë ceremoni, ndonjë fest, ndonjë festim të veçantë familjen tuaj që e keni parë të nevojshme të përdorni pikërisht të flamurit 100 vjeçar. Ditës si e sotmja për shembull, në 27-28 nëntor ne shpalosim simbolet tona, ama unë mendoj se të jesh atletar apo të jesh krenar për simbolet e tua nuk mjafton një ditë apo një fest, kështu që çdo ditë edhe nga pak jemi duke i mbajtur dhe duke i përdorur këto simbole. Bukur, veshja bio dhe sot është si një vajzë shkodrane. Dhe vëthët që ke vendosur janë vëthët që janë tek motra tona. Tek motra tona. Si mbërritën vathët në duart e familjes tënde? Atëherë, kjo është pjesë e koleksionit të familjes. Ne ruajmë, siç e thash, me shumë rigorozitet të gjitha pjesët edhe artefaktet. Dhe mund të them me plot gojen që kur i vendos këto, nuk e ke fatin t'i vendosësh, por ndoshta Alma në një moment. Bëhet pak shkodrane. Po, bëhet pak shkodrane, po kur vendos këto, të japin një lloj emocioni dhe të ndihesh befas aristokrate, sikur i përket një shtrese, edhe pse ne në familje po jemi, por që këto të japin një sharm dhe një magji që asgjë tjetër nuk e ka. Dhe sa bukur dukesh sot, sa bukur dukeni të dyja. Faleminderit edhe ju. Alma, më shpesh duhet të vishësh. Më shpesh, jo vetëm për 28 nëntor, ke shumë të drejtë. Do duhet të vishemi më shpesh të dy në këtë lloj mënyre. Na
tregu pak më tepër, ku gabojmë ne kur rikrijojmë Shqiponjën? Dashur pa dashur, flamuj që shiten kudo, ky simbol vendoset në çdo familje shqiptare dhe urojmë të jetë në çdo familje shqiptare. Ku gabojmë? Kur e ndërtojmë nga e para? Nëse do ta ndërtojmë handmade apo të bërë me dorë, të punuar në mënyrë artisanale, po diskutoja edhe me Selma po, më pëlqeu shumë punimi, por ajo që ne duhet të jemi shumë rigoroz është të ruajmë saktësisht formën. E di që kur punohet me detaje të vogla nuk arrihet, por në qëndisje për shembull arrihet. Duhet të kemi eksaktësisht 25 pend, që do të thotë 12 në një krah, 12 në krahun tjetër dhe penda në pjesën qendrore të bishtit, që nënkuptojnë 25 betejat e Skënderbeut kundrejt pushtimit otoman. Sepse bëj një gabim i shpesh nga prodhimet komerciale. Ndonjëherë ndodhin, jo gjithmonë, por nga punimet e dorës është pak më delikate. Kjo se unë edhe kam realizuar një gjë të tillë vetë me petale të lulebores, po duke ditur që do ishte pak e vështirë kështu, provova me shqiponjën e Gjergjit dhe ishte më e thjeshtë. Është i vetë një gabim? Edhe madhësia raporti, ka dhe madhësia raportin dhe ngjyrat që janë eksakte, sepse ky është simbol kombëtar dhe përmban ato raportet e tij që janë të pagabueshme dhe të patjetërsueshme. Rikrijimi i Selmës me gjithë vështirësinë që shumë i bukur. Si të duket? Se është përtej një realizim i normal. Nuk është e thjeshtë kjo gjëja që ka bërë Selma, duhet ta përgëzojmë edhe të shtohen artizanët e rinj që të ruhet tradita dhe kultura e vendit është më se nevojshme. Përpara se shkojmë tek Selma, dhe një detaj tjetër, gjuha e shqiponjës dy krenare, disa flamuje shohim të ngjitur me sqepin e shqiponjës, disa të tjera, siç është ky që. Ajo Shqiponja në fakt është simboli i qendresës. Sfondi kuq është për të treguar gjakun e të gjithë heronjve tanë që kanë derdhur për Adeun, dhe Shqiponja është pjesë e qendresës dhe e trimërisë, pra është si një krijesë mitike, gati mitike duhet thënë, me gojë të hapur që po lufton dhe po kërkon që ne të arrinim atë që sot e kemi, pavarësinë dhe të qenit një shtet i lirë. Selma, çfarë mendojnë vajzat e tjera kur shohin këtë pasion tëndin? Dhe kur shohin që ti dedikon kaq shumë kohë ndërtimit të flamurit shqiptar apo një veshje që ka për qëllim kujtesën? Mund të them që kam frymëzuar shumë vajza dhe më shkruajnë shumë, domethënë për të mësuar këtë teknikë tënden. Shumë. Edhe më pëlqen në fakt dhe është gjë e bukur, por që mund të ikim të pjesën që pjesa handmade mund të quajmë nuk është për të gjithë. Sepse është dhe pasioni hyn mes, domethënë dëshira për të punuar, jo thjesht dua të krijoj dhe domethënë krijoj diçka. Është dhunti, edhe pse u pëlqen, mund ta bërë në zbatim. Pavarësisht se punimi me dorë nuk arrihet perfeksioni kurrë. Por që më pëlqen që paktën flas për vete, domethënë kam frymëzuar shumë vajza të reja që duan e quajnë si punë individuale, por dhe për të ecur përpara, pse jo. Përderisa dhe kjo është puna ime, është që e bukur. Të krijosh është bukur. Kur thua nuk arrihet perfeksioni kurrë, ke fjalën për simetrinë absolute, apo? Po. Ne shohim në këtë disiplinë, në këtë metodë është pak e vështirë të arrihet simetri 100%, por e rëndësishme është ajo çfarë. Ose është disiplinë që ka vetë pjesë me simetri dhe po të vësh re edhe në mozaik, nëse shikon një mozaik nuk është kurrë aq perfekt forma, për shkak se gurët apo elementet e përdorur nuk mund të jenë 100% perfekt, për sa kohë kjo është me figurë gjeometrike. Dhe gjeometria është gjeometri. Punimet e bëra nga familja jote, përveç flamurit që ne kemi këtu, besoj janë të shumta. Nuk është vetëm element. Ku tjetër ne kemi ndeshur, po ndoshta nuk e kemi ditur që vin nga familja juaj. Një simbol shumë i bukur që ne kemi krijuar, gjyshi domethënë, ka krijuar është flamuri i filmit Nëntori 2, për shembull. Ai flamuri që në film është qëndisur nga Marigoja, në fakt është qëndisur nga një zotëri, sepse ka qëndisur gjyshi. Pra gjithë jetën kemi menduar kemi menduar imazhin e një vajze të lidhur me qëndisje. Në film gjithmonë, sepse në realitet nuk e dim, nuk mund të shtrëmbrojmë fakte historike, por që në film është i qëndisur nga gjyshi dhe sot ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar. Po çfarë tregon kjo për burra? Që burrat nuk ishin vetëm luftëtar, nuk ishin vetëm burra të besës, njerëz të besës, të forcës,
Duhet thënë, po duhet thënë. Simbolizonin dhe artizanatin shqiptar. Patjetër, po nëse në çdo fushë do shohim profesionistët më të mirë, mos na vi keq Alma, po meshku janë. Ajo këtu kam kundërshtim. Pra po të duan bëjnë akoma më shumë. Nuk është Por jam dakord që nuk ka punë burrash apo punë grash. Arti është i bukur dhe mund të bëhet nga të gjithë. Artistët më të mirë, po të themi, emrat nëse do të përmendim qoftë në muzikë, qoftë në artet vizuale, ishin meshkuj. Edhe Masterchef-at më të mirë përsëri ishin më të... Por nuk përshima kemi falur, nuk ka problem. Faleminderit. Atëherë burra shqiptar nuk ishin vetëm të armës edhe të fenës, ishin dhe të artit, dhe mendoj që arti është art, siç e thatë ju më herët, dhe arti është për të gjithë ata që kanë një prirje për ta bërë. Artist lind nuk bëhesh dot. Mirë. Ajo çfarë ju përversoni është puna dorës, artizanati, por në fakt Krijimi, etnografia. Krijimi. Do doja të merrja edhe një koment për atë çfarë është parë, jo vetëm në Tiranë, por në rrugët e Shqipërisë. Në një tjetër aspekt, a nuk mendoni që atmosfera festive këtë vit ka qenë pak e vakët? Po. Cili është qëndrimi juaj? Si e ki parë? Evi, Selma? Ka qenë pak e vakët, nuk e di pse kjo ftostësi, po ja vë motit. Ka qenë, realisht. Në nëntor. Vjetë, për shembull, kemi patur festime shumë më pompoze, si vjetë pak më të qetë në këtë pjesë, po. Kjo është edhe dinamika, njëri vit si ngjan tjetrit, dhe të shpresojmë që vitet në vijim do jetë më bukur. Selma, si e ke parë ti? Mendoj që çdo vit që po vjem, çdo gjë po bëhet më ftohtë, gjitha festat, jo vetëm festa e flamurit, por që dhe nuk e kuptoj pse, ndërkohë që duke qenë se festat janë të pakta, të rralla, duhet vi më shumë për t'i festuar akoma më shumë dhe më bukur. Por që është mister kjo që pse po i lëm të na ikin këto festat e bukura, por që gjithsesi, sidomos kjo e flamurit që duhet ta festojmë, ne që jemi shqiptar, mezi duhet ta presim. Festa nuk duhet jetë vetëm disa orë. Po, do të gjas akoma më shumë. Një javë tërë dhe shumë më shumë. Ndikojnë këto pushimet e gjata dhe njerëzit largohen për të marrë pushime jashtë atë botë? Kam patur gjithmonë një pyetje, si një fëmijë rritur edhe në emigracion. Mënyra se si ne kujtonim Shqipërinë dhe si na mësoi edhe dashuria, në çdo familje shqiptare, të paktën në atë periudhë që ne kemi qenë në emigracion, ka patur një flamur shqiptar. Dëgjohej shqip, flisim gjithkohës shqip për ta ruajtur gjuhën, ndërkohë që kur vjen në Shqipëri, nuk e gjen një flamur shqiptar në çdo familje shqiptare. Është një mënyrë mbajtja e simboleve për atë dashurinë. Me sa duket është edhe historike kjo. Të gjithë patriotët më të mëdhej kanë jetuar jashtë Shqipërisë. E kanë ndihmuar Shqipërinë nga jashtë Shqipërisë. Kemi shembuj sa të momentin e rilindësve. Po, rilindësit e më gjerë, domethënë. Kështu që mendoj që i ikur ke mall më të madh kur je këtu, ndoshta e merr pak si të mirëqen vendin tënd, por le ta duam Shqipërinë çdo ditë, le të bëjmë për Shqipërinë, sado pak secili nga ne. Dhe të jesh adëtar, nuk mendoj se vjen vetëm çfarë kemi veshur në ti sot apo cili është flamuri. Çfarë ndodh në çdo familje shqiptare në gjithë vitin? Po si përçohet kultura dhe çfarë bën për vendin tënd që nga momenti që del nga shtëpia. Po luftojmë të ruajmë identitetin kombëtar? Po luftojmë, po sikur s'po na lë rahat. S'po na lë rahat kush? Po tani dihet e cekëm edhe më herët. Ballkani ka këto ndërthurjet e veta, megjithatë mendoj se po luftojmë, kemi luftuar, shqiptarët janë adëtar. Nuk duhet thënë që janë, i ndihet, po të vësh këngën e flamurit, më thoni nëse ka shqiptar që s'ngrihet në këmbë dhe do ta kërcej. Sa fiton kombëtarja, në fakt jemi... Po, ditën tjetër. Jemi goxhata etshëm për për parkimin. Që të nesërmen prapë mos të zjemi me njëri tjetrin kur jemi në trafik. Tek shqiptarët që ndodhen jashtë, unë kam një përshëndetje të fortë për gjithë shqiptarët që ndodhen jashtë dhe që në pamundësi këto festat e flamurit dhe festat e fundvitit nuk do të jenë pranesh, por që e di që me zemër janë këtu. Një emigrant i qanë zemra për ditë, sidomos në ditë si kjo, ku të gjithë ne festojmë vëndin tonë, flamurin tonë, dhe ata janë të detyruar të ndodhen gjenden e largë. E dashur, do doje ti që, e kemi një rast konkret, një vajzë e re, e cila mund të ndërtonte çfarëdo gjë që lidhet me motën, ka ndërtuar një flamur shqiptar nga fillimi deri në fund vet. Do doje që në çdo familje të kishim një punim arti, ndoshta vetë të bërë vet, nuk është e thënë për të bërë një blerje shumë të kushtueshme. Një formë për të ruajtur simbolin e shkojnë. Po pse jo, por mund të sekte pjesën që personi i parë që e ka blerë një punim të tillë ka qenë nga Kosova. Pra ne kemi dhe shumë shqiptarë të Kosovës që në këto festa dhe ishte shumë e bukur, domethënë dhe donte patjetër, domethënë dhe ndërkohë që unë e punova, domethënë ishte akoma më tjetër emocion për ta bërë. Domethënë që të mendosh që në Kosovë ose kudo tjetër, domethënë të jetë ky flamur në shtëpinë e dikujt tjetër, është bukur. Bukur, mirë. Si e shet Selma, nuk
Nuk të dhem kur ishet. Mua më Aq më dhëm sa se ke idenë bile se kam shumë me gjysmë zemër, po për atjetër. çmimi ishte i mirë më duket. Nuk mendoj që është çmimi, po mendoj që tek puna kontributi që dhe jep një familje dashuria, tjetër shqiptare, fiks duke i dhuruar disi, duke shkëmbyer diçka për një flamur. Po pse mos jetë Shqipëria dhe atje? Bukur. Do ku ka shkuar. Evis, nuk e di statusin tënd. Sa fëmijë jeni ju? 2. Unë dhe vllai. Asnjëri. Asnjëri s'është martuar. Po, unë duke qenë që jam në sektorin e eventeve, vetë, si sipërmarrëse, kam bërë gjithë dasmat e botës, akoma s'kam bërë as timen, as tim vllajt. Dua të di nëse të flamurin e keni patur një dasmë, po duhet presim dhe pak. Do presim dhe pak, po do postojmë video. Çfarë porosie të ka dhënë babai për këtë flamur? Më ka dhënë një porosi që ma dha dhe kur po dilja nga shtëpia. Mund të të puth pak, më tha mua, po, ki kujdes, më tha mua se mban historinë me vete. Edhe mora dhe porosia është ta ruajmë historinë me breza, se breza që do vim ne nuk kemi shumë të sigurt se si do reagojnë ndaj këtyre. Nuk mundet të ti përçojmë me detyrim ndjesi që ne i kemi. Por që ajo i emocioni që ai më jep ndërkohë që më flet për këtë apo për shumë artefakte të tjera, është aq i madh sa që. Çfarë kujton babai nga ajo, çfarë gjyshi ka thënë? Gjyshi ka ndruar jetë në 90-të. Shumë herët, në vitin 90, po. Çfarë porosie ka lënë gjyshi babai, që ai ta thotë ty? Ai nuk di se nëse ka mundur të lërë shumë porosi, se ka ndruar jetë në mënyrë të menjëhershme, por dhe ishte shumë i ri, vetëm 60 vjeç, edhe di që i ka edukuar ata dhe ne, se edhe unë e kam arrit pak, me dëshirën e madhe për të bërë dikush e për të kontribuar në këtë vend. Dhe gjithmonë ma thoshte, të keqen gjyshi, me fjalë të thjeshta, po e shumë të mençura, të keqen gjyshi do të jap një porosi. Rritu, bëu dikush, krijo identitetin tënd dhe më pas je lirë të bësh çfarë të duash, të krijosh familje apo si të di. Kështu që unë ja kam dhënë porosin. Se ke bërë në mënyrën më denjë mund. Vajza, faleminderit shumë e zë. Gjithë punën e devotshme që bëni për të ruajtur identitetin kombëtar, po duke nisur ndryshimin në mënyrë të jashtëzakonshme nga vetja juaj. Si qytetare keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm këtij vendi. Faleminderit shumë kënaqësi ta dëgjosh këtë. Faleminderit shumë. Faleminderit gëzuar. Faleminderit. Festa nuk mbaron, sapo ka nisur, kështu që qëndroni me ne sepse vim vetëm pas pak.